Kryeprokurora njoftohet se në qytetin e Deçanit ka përfunduar vizita e inspektorëve e prokurorit. Atje po ashtu janë siguruar dëshmi dhe të dhëna se punëtorët punojnë pa masa mbrojtëse dhe punëdhënësit nuk i respektojnë masat për siguri dhe shëndet në punë. Siç e pat, na varium tek lokacioni i tretë, ku edhe paraprakisht kemi siguru dëshmi dhe imazhet e pamjeve të cilat paraqisin që punëtorët janë duke punuar në çdo ditë në vend ndërtim të kompanive të ndryshme pa asnjë masë mbrojtëse. Jemi të gjithë vigjilentë dhe inspektorët veç janë duke e kryer punën e vet në bazë autorizimeve të tyre, të cilët na konfirmojnë që ka jashtëzakonisht shkelje, ka jashtëzakonisht lëshime, ka jashtëzakonisht papërgjegjësi në raport me punëtorët me duke referuar gjithmonë personave përgjegjës të këtyre punëtorëve. Të gjitha rastet të cilat i kemi në hetim edhe të cilat kemi identifikuar sot, kemi mi trajtuar varësisht prej provave dhe të gjiturave. Sigurisht që ka raste për cilat kanë me u kalu domosdoshmërisht në hetim, ashtu siç kemi filluar, do të vazhdoj hetimi lidhur me veprën penale për të cilën janë filluar hetimet. Përveç Klinës është edhe në Deçan, është vetëm një vend ndërtim. Aty janë një prokuror, jemi në kontakt dhe komunikim të vazhdueshëm me polici, me inspektor dhe me prokuror. Prokurorët janë duke kryer një punë shkëlqyer, gjithashtu edhe njësitë të tjera përkatëse. Rajoni i Pezë përfshin disa komuna. Cak i radhës i prokurorisë në operacionin e mëngjesit është qyteti i Stogut. Në këtë komunë, 10 rashqumkatëshe janë ndërtuar dhe po ndërtohen, dhe prokuroria tashmë ka nisur kontrollin e zonave të ndërtimit. Përshëndetje. A jeni jo person përgjegjës? Dhe pronore dhe Në rregull. A dhe e keni identifikuar, keni tregu që policia me shoqëru? Tani jemi në komunën e Stogut, nga ona e prokurorës veç u informova që me inspektorët përkatës i kanë verifikuar 2 lokacione të cilat veç kanë përfunduar me punime dhe nga pamjet të cilat i pam, disa veç kanë fillu tash me i zbatu masat mbrojtëse. Gjithsesi pas inspektimit nga ana e inspektorëve dhe në notëheqjet të prokurorit të cilët i është saktuar kjo detyrë, i kanë të gjeturat, i kanë imazhet të cilat i kanë siguruar nga krim teknika, e po ashtu të gjeturat edhe nga inspektorët përkatës të punës. Dhe në këtë drejtim janë kryer 3 lokacione të cilat kanë qenë të evidentuara për shkelje, e po ashtu një prej tyre veç u pa se punëtorët edhe ende vazhdojnë me punu pa masa mbrojtëse, përkundër se i kanë gjetë dhe i kanë konstatuar që të njëjtit nuk janë domethënë të siguruar ashtu siç e parashë ligji, për çka edhe inspektorët janë duke i marrë të gjitha masat të cilat përkojnë me autorizimet të tyre në drejtim të personave përgjegjës të kompanive përkatëse. A o ladhat, a e keni siguru vendin e ngjarjes këto? A e keni këshyrë kush është këto kontraktues? Ka shkëlqyer nga që kanë pas me po. A o ladhat? Ju jeni? A jeni përgjegjës për kompaninë? Po dhe pështo që vim të lyma. Përshëndetje, si jeni? A jeni mirë? Veç ju jeni të punu? Po. Veç jo, a? Dikush tjetër jo, që jeni të bo? Që jeni të punu? Po, lyma të. Që jeni të bo ju? Në kemë lyma të. A janë rregull, po përsani nuk kam nevojë me të kallëzu ajo. Unë do ta me ditë ama bën proces. Po. Do s'ko punu me mjetet forta, ka punën e pasur ka kapela. Kapelat I kemi, ashtu që I nojmë atë, po uniformat I kanë vetëm mungesa e kuzhve është. E sa I përket marrëdhënies punës janë kontrata, domethënë lista paga, kontributet pensionale. Të
Të dhënat në istok tregojnë për probleme serioze. Të gjitha provat do grumbullohen dhe evidentohen për proces të mëtutjeshëm hetimor. Ekipet e ndara kanë vazhduar edhe në zonën e Klinës.